kondita marrëveshjen që kishim më parë ndërmjet nesh. Dhe për këtë, me shtynme të madhe, më këshillon e më nxit që ta pranoj këshillën tënde, sepse në rast se nuk do të dua të vuaj pasojat e zemërimit tënd, nga dëshira që t'u bëj qefin Venedikasve. Ajo s'do të jetë në rast të parë e dobishme për mua dhe për pasardhësit e mi. Përveç këtyre, me qëllim që të më trembësh më tepër, po e bën tërkuz duke numëruar me radhë njërën pas tjetrën fiset, popujt, mbretërit, princerit që janë dërmuar e shtruar prej teje. Por çfarë gjëje të papritur, po të pyes në emër të Zotit të pavdekshëm, paska në këtë mes, prijes me me. Përse po çuditesh kaq shumë? Dhe së pari, përse po çuditesh që ushtarët e mi vën kundër vendit tënd? Dhe që shpesh herë më parë është bërë me gjën e tyre nga ushtarët e tu, gjë për të cilën me të drejtë u vinte shumë keq, dhe qaheshin kundër teje. Përkundrazi, në rast se ata morën masat e veta, duke u shpaguar për padrejtësinë e bërë, me një farë afrensie siç e ke zakon të thuash ti, dhe duke larë dëmin me dëm, pa bërë padrejtësi të re, atëherë s'ka asgjë për të cilën i të çuditesh dhe të më akuzosh mua. Unë po e them hapur të vërtetën. Unë do t'i kisha bërë zap vetë ushtarët e mi, me gjithë se të cënuar shumë rënd, do t'i kisha qetësuar zemrat e tyre, aq fort të ndezura, por çfarëdo shpagimi sikur ti prijes më i pasur dhe më bujar, për të gjithë të ishe kujdesur dhe u kishe kthyer atyre gjithë ato që humbën. Dhe sikur ta kishe ndëshkuar në këtë rast, siç ishte drejta, shturjen e të tuve, të cilën po e mbulon me vellën e pas frenës. Dredhia zorë të dënja për fëmijë. Kobet veç me gjithse, kudo janë të rënda. Në punët ushtarake, duhen gjykuar shumë të rëndë. Çfarë të lutem? Mos do që të ketë pa frenësi të të tuve. Ta shpjegoj unë, sidomos, pasi dëmit aq të madh që pësuan ata, të cilët ti vetë i kishe në dorë, edhe ti frenoje më parë, edhe ti dënoje më pas. Si e kryen atë punë. Por ne s'kemi që të themi ty, më tepër o Mehmet, fort i mençur, përveç këtyre fjalëve tona, cilat ti na i ke servirur, gjërë më sot, dhe na i ke shitur për bukuri, duke mbuluar gjithmonë dredhin me shfaqësime dhe nën maskën e drejtësisë. Me gjithë këtë, për fajin që u hedh Venedikas, ndërsa mua më nxjerr të lartë, i mbuluar prapa miqësisë dhe dashurisë son të dikushme për Herkulin, s'ke as pak të drejtë, e të vërtetë, nuk duhesh pifur prej teje për të nxjerrë si mashtronjës ata prindër shumë të mirë, shumë të drejtë dhe forca të shenjtë. Pastaj, ç'nevojë ka Republika e Venedikut të merret vesh me mua dhe të më bëj për vete me qëllim që të zemërohem kundër teje, dhe të të ndjek si armik, gjërsa vetë ajo them është në gjendje, edhe të matet sheshit me ty kur ta doj puna, edhe të dërmoj fare lehtë. Më kot e ke o prijesi im, që të më mbushësh mua mendjen të heq dorë nga miqësia me ta. Me të vërtetë, cili nga Venedikësit është aq i zvetëruar, aq i rryer, ndër të vetët, sa që të mos i pëlqej, më mirë të jetë i gabuar, qoftë edhe shumë, ato senat, se sa i pa gabuar me ty. Aq më tepër unë, i cili, edhe i lidhur prej kohësh, jam me ta, edhe mik i tyre, mbi gjithë, gjë që ti, me gjithata, se mora as pak parasysh, duke sulmuar si i pabes që je, duke plaçkitur çdo ditë fiset e tyre në Pelopones, pasi more në përkëmb marrëveshjen e paqes. Por as kërcënimet e tua, o prijes otoman, që po i zbraz këtu, po i lëshon e po i vjedh kundër meje, si pas zakonit barbar, s'kan për të më trembur mua. Sepse, edhe të pësosh kur e don puna, edhe të bësh trimërira për është arbror. S'ke për të mashtën frikën mua, një mbreti të vogël, as Venedikasve të mi, cili që nga ky sundimtar, si që shuan veten ti, kaq i madh i lindjes e i perëndimit, dhe i gjithë viseve të botës.
Dhe vërtet, po tu më bëre që të qesh. Po qeshin gjithashtu edhe princerit e tjerë të Krishterë. Si ja veshin me kaq lehtësi, që të mos them me kaq paturpsi, ndimin e gjithë botës vetes. Qanë këto fjalë të zbarazura. Çfarë zotëron në Azinë e Madhe? Asgjë. Sigurisht, mos janë të tuat ato që ndodhen në Azi të vogël, as pak. Shke në Europë përveç Trakisë, Misisë, e pjesës të Greqisë dhe të Peloponezit, të Mitilenës dhe të krahinës së Taurikës. Në Afrikë, këmba jote s'ka shkelur kur. Mos është vallë ky sundim i gjithë botës. Por shtiru o prijes Mehmet, se gjithë bota që nga ana e anës, sa oqeanit, ka rënë skllav në këmbët e tua. Ka kjo, veç nuk duhet të krenohesh aq shumë, sa të mos i përfillësh gjithë të tjerët. Pusho së mboruari dhe nxëri mos i. Po që i Zoti nga shëmbullat e shënuara të paqëndrueshmërisë njerëzore. E të vërtet, ku janë asirët që patën ndikur në dorë sundimin e gjithë botës? Ku janë Medët? Ku Persët? Ku Grekërit? Ku më në fund Romakët, zotërit e botës? Më i madh sigurisht se ti ka qenë ai Tamerlani, mbreti i Skythyve. Meri si shkrua një njerëzis, i cili pasi e dërmoi në tokat Armenisë së bashku me 200 mijë stërgjyshin tënd, Bajazitin dhe gjuar, i kish patur sa e sa suksese të mëdha në luftë, dhe pasi e kapi në Arati e sipër, e solli si triumfator të lidhur pranga para qeres së vet. Në ushtrinë e tij thonë se kanë qenë 1.200.000 njerëz, më i madh se Kserski dhe Dariu, nga ushtritë e të cilëve vjetrit tonë se janë mbuluar detrat e tharë lumenj. Me gjithë këtë, të gjithë u zhdukën në prijes Mehmet, ka zhdukësi njerëzisë. Të gjithë i shojti dora e Perëndisë. Prandaj, pasoj edhe dije se edhe ti njerëje. Mos kish shumë besim në mizerinë e fuqive dhe të ushtarëve, se historia na e dëshmon që shpesh ushtritë e mëdha janë prapsur nga ushtritë e vogla. Prandaj, do pa të drejtë është thënë, ose lumno trimërinë e kapedalit, veç se kur të vi triumfator. Pastaj, mos kujto se duhet dyshuar o Mehmet, që vetë Perëndia ndihmon çështjen më të drejtë. Dhe ti e di mirë se kudo i përdor dhunë, se të gjithë i ke shtënë në dorë dhe i mban me drejti e padrejtësi. Për këtë arsye, mua nuk më mungon guximi, o prijes otoman. Jo vetëm të dalë përpara ty, sundimtari kaq të madh, por musulmon, por edhe të grish i pari, pa frikë dhe tërë zemër, në fush edhe të shpresoj, e t'ja arri me ndihmën e Zotit, një fitore të shënuar kundër teje. Edhe ne kemi ushtar që dim të qellojnë. Ta marshojnë përpara, të hidhen në mes të betejës. Ç'më flet për nevojën e paqes, se duhet siguruar përsëri ndërmjet nesh. Më kot kërkon të më shtiesh në dorë, me dhelka të tilla. Për mua, shumë e dyshimt është besa jote, dhe krejt e urryer dashamirësia, sepse për çdo gjë që më flet, për çdo gjë që më zotrohesh, ti vepron gjithmonë duke ndjekur zakonet të parëve të tu. Me mënyrë të mbuluar e dredharake, i bën të gjithë me qëllim, që të më shëmbësh e të më lësh pa mbretëri. Me gjithë këtë, unë e kam shpëtuar gjërë më sot me ndihmën e Zotit, gjithë pusive të tua, gjithë dredhive e dhelpërive të tua. Por për së shpejti, si shpresoj, do t'i lësh ti duart nga gjithë këto, por as drejtit e tua, as dhelpërit s'kan për të lehtësuar, por as zjuarësia otomane, as mburja jote prej barbarit, s'kan për të vlejtur. E nuk ju shqej vetëm unë këto ndjenja kundër teje. I gjatë është pas me i radha e princerve të Krishterë, dhe me të vërtet po armatosen kundër teje, dhe po vrapojnë me tërë forcat e tyre, gjithë të Krishterët e dëgjuaj e të ndritur kudo që janë. Bashkë me pontifikun ton, Suprem Piun, ta kanë bërë ty ben edhe gjithë mbretërit,
Duket dhe thuajse kanë ardhur për të përmbysur e lënë pa mbretëri. Prandaj unë, në mbështetje të miqësisë sonë të dikurshme, sado që ti e ke dëmtuar atë rënë dhe e ke dënuar krejt, mendova prapse prapi o prijesim që të bëj të ditur se këto gjëra me qëllim që pas një farë këshillimi më të kujdesur, të mbledhësh mendjen e të marrësh masat për veten tënde dhe për mbretërinë tënde. Je merr me mend vrullin dhe forcën e prijesve, aq të mëdhenj, cilëve unë, se dja, a mund u shpëtos aq lehtë. Por po më dëgjove mua, po deshe të kthehesh në fenë e vërtet të Krishtit, të mendosh më në fund për shpirtin tënd. Ti do të mendosh pastaj të heqësh dorë nga pabesia jote dhe nga verbërit e sektit muhamedian, edhe pushtetin edhe emrin tënd nga i madhi, që është ta kthesh e ta bësh shumë të madh, nga i lumtur shumë të lumtur, nga i dëgjuar shumë të dëgjuar. Dhe ti që shuhesh fort me gjithë të parët, nga shpirti më i lartë dhe nga madhësia e karakterit, mos qëndro për më gjatë bashkë me të tut. Si nga ndonjë e drejtë trashëgimore, ato kotur fortësi dhe verbëri, dhe bëje lirisht me vullnetin tënd, dhe që së shpejti do ta bësh nga nevoja. Gjithmonë është quajtur në turpi ma, ta dëgjosh nga goja e prijesit, nuk e pandenja. E ja më në fund në vete, bidhi mend. Ja Zoti i madh e i vërtet, po të sjell rastin, se si edhe gjithë punët e tua të jesh i qetë, edhe mbretërit e princin tanë të të duan, të të respektojnë, të të nderojnë. Kështu as lakmia për të mbretëruar, as salli për të mirat që ke, nuk do të mundojnë, sepse çdo gjë e pa të drejtë, çdo gjë që me mënyrë të palishme e ke bërë tëndin, prijesit e Krishterë do të ta lejon me siguri që ta kesh si tëndin. E si të lënë trashëgimni me mënyrë të lishme dhe të drejtë. Çdo gjë ata do të ta pranojnë, do të ta njohin. Ti do jesh prijes i vërtet, do ta sondosh në mënyrë të lishme, mjafton që ta përfaqësosh këtë fe dhe adhurim të vërtet të Zotit. Dhe sa po ta po kuptosh, do të vi keq për Perëndinë e pavdekshme, që se ke pas një orë më me kohë. Do të do njështër çdo ndyrësi që ka lënë tek ju e i pseudo profet fort i ndyrë Muhamedi. Ka çadrat tona 25 qershor 1463.